pro ides që të bëjmë një shkëmbim dhe një banor apo banore e Big Brother VIP Kosova të bëj historinë dhe të shkoj për herë të parë nga trevat shqipfolse në Grande Fratello Italia. Derisa ne jemi duke përmbyll pjesën e parë, njëkohësisht Grande Fratello është duke u realizuar apo duke u transmetuar në Mediaset edhe prajmi i tyre dhe pas pak ata do të shfaqin një klip nga Big Brother VIP Kosova për banorën e cila do të shkoj për të qëndruar atje 24/7 për një javë rresht. Dhe banorja që do të shkoj në Grande Fratello është Dolce. Ajo nuk e di dhe nuk do ta di deri të premten kur vllai i madh me të do të luaj pak dhe do t'i tregoj. Po kemi kohë deri të premten e ardhshme. Për Dolcen, si mendoni, çfarë mendoni? Wow! Se nuk e dërgut Edin po Dolcen. Po Apo Edi nuk di italisht. Nuk di italisht Edi. Kam mjaftuar shumë shqiptar në Itali. Edi besoj ka me pësu një depresion të vogël tani, ha? Dolça do rikthehet përsëri, se këtë nuk e kuptova mirë. Do rikthehet përsëri këtu? Urna? Do rikthehet përsëri këtu? Po, do rikthehet. Do shkoj vetëm për një javë. Vetëm për një Po ta javë. la italiane. Të shohim se çfarë do ndodh atje. Nëse diçka lind atje, pastaj Thua, ajo është bombë. Fillime. Ta le italiani atë të kthehet mbrapsht. Se nuk Po e nëse le Dolça do bjerin dashuri atje me dikë tjetër. krejt kjo mbetet më pa, Po gjithë prandaj këto është puna hapen, na hapen gjithë super këto reality. punë. Ne shohim na hapën shumë punë, po mirë, do shkojmë, do kthehemi edhe ne Dolça pas ka Rome. lindur me këmish. Nuk e Me di, këmish, është dhuratë e jashtëzakonshme. Dhurat fantastike. Të premten, Dolça do ta kuptoj lajmin, sepse Jo, nuk me është në këmishë dieni e mora dhe ne vetë. jemi edhe njerë super krenar rreth këtij bashkëpunimi Shumë gjigant i cili po ndodh për herë të parë në treva shqiptare mes Grande Fratellos dhe Big Brother VIP Kosova 4. Ju thash që ky edicion është fantastik, që nga fillimi, që nga e hëna e kaluar.